ishte shumë paradoksale. Vërtet që i nxjerrë batutat, por batuta pati plot. Biles batutas edhe kur i thot dhe atij moderatorit italianit i matuar je, Paolo Habib, domethënë pyetjen time dhe i thot është pak herët thot të më gjuash, thot duhet të jemi më shumë akoma. Kështu batuta kishte plot. Por ato që mua më bën përshtypje janë pikërisht këto dy gjëra. E para dhe një herë pra ndryshimi i Ramës, i kursit të Ramës në lidhje me konfliktin në Ukrainë, ku sot i thot europianëve mos u matosni, bëni paqe. Po paqja mund të bëhet me një çmim shumë të lartë të lësh territoret. Dhe dyta ishte tek Ballkani i hapur, në atë moment i jepet Sallës mikrofoni për pyetje, bën pyetje i parë, dhe thotë vetë italian, një thotë, dhe Rama priste që të kishte pyetje nga francez, nga anglez, italiani si përqendë shumë, bile si italiani thotë jeni shqiptar, të veshur me Versace, që s'përqeu fare si ofendim. E vjetër si batutë. Eksakt, po që shan po s'kishin tjerët. Dhe pastaj mikrofoni i jepet një vajze, dhe kjo i thotë shqip përshëndetje. Dhe i prap Rama bëtet shokuar, dhe prap një lloj bezdije. Bezdije, pse ti uni kaq poshtë atë nivelin e mua italian, shqiptar. Se do të flasë anglisht, më nuk do të ata shqiptar, dhe këtë gjuhën e lodhur shqipe, kupton? Ai ka vendosur të jetojë si një frankofon, si një diplomat. Po në anglisht prapë, duket do të jetë me përjardhje ke për shqiptar, po që i thotë një përshëndetje në shqip dhe pastaj mbrapa anglisht pyetja, ishte anglisht pa tekst. Shumë bukur. Dhe këtë pyetje bën ajo në raport me fqinjët, dhe aty Rama përsërit edhe një herë teorinë e tij të Ballkanit të hapur në mënyrë shumë flagrante. Ai thotë, shikoni, thotë, jemi një moment, thotë, ku ka dy qëndrime. Ka qëndrime që e njohin Kosovën si shtet. Po. Në Evropë, ka dhe që Serbia që nuk e njeh Kosovën si shtet. Po. Unë thotë, nuk hy fare në këtë debat. Fare. Unë thotë, hy thotë aty ku është interesi jon, dhe unë jam shumë dakord thotë që të bëjmë thotë tregtit hapur, lëvizje pa dogana, pa viza, jo e diplomash, pra ripërsërit edhe një bindjen e tij për Ballkanin e hapur, pa ja vënë emrin, po të thoshte. Pra që ati nuk i bën fare përshtypje që Serbia nuk e njeh Kosovën, nuk i bën fare përshtypje që Serbia vetëm se njeh. Po, kërcënon antari, është kryetari i partisë që njihte si vëllezër serbët edhe si miq kosovarët. Edhe është një çudi e madhe. Kjo më hapi kjo kontekst tjetër pra, unë po thotë sonoi ti je në prag të sanksioneve ndaj Vučićit, je në prag të ligjeve që nuk kërkojnë më, pra, kanë evoluar gjërat. Është një që, si më thënë, domethënë kur sot Evropa e kërkon sharmëzor. Kërkon faktorizohet përmes niveluar të zjarrit. Po. Kur ju gjithë në Evropë, kur Evropa sot e quan të pamoralshme të bësh tregti me Putinin, me Rusin, pasi pse kjo Rusi nuk njeh Ukrainën, ju që të moralshme të bësh tregti me Serbinë, që Serbia si Putini nuk e njeh Kosovën dhe provokon Kosovën. Dhe kjo vërtet më hapi shumë, ndonse edhe një forumi ku foli nuk ka pikë vlere, asa. Ti të më marr francezën për të fare, francezën nuk e njeh fare që ndodhi ky forum, as Le Monde, as Figaro, është komplet diçka, është aty si diçka komplet. Nuk ka pasqyrim në media. Okej. Fare. Nuk është pa pikë vlere, është pa pikë vlere. Ky forum është është një lloj tendence e komunitetit politik europian, nga Franca, por në kuadër botror. E qartë. E qartë. Edhe që nuk ka pikë vlerë, nuk që pa aty prap mua më shërbeu kjo si diçka për kuptuar edhe një herë ka ca gjëra që Rama vërtet ideologjikisht ashtu i mendon. Dhe kjo për mua është e rrezikshme. Dakor, nga një anë mund të thuhet që janë dhe koherencë, nuk qëndroj ideologjive pavarësisht se lëvizin gjërat, por nuk mendoj. Ç'është kjo koherencës? Se nuk qëndron ka ato ideologji që ka pasur. Se koherencë. Po ishte ky para 2 vjetësh që doli këtë papritur në intervistë nga Ulqini dhe tha që Ballkani i hapur ka vdekur. Ka vdekur. Pikërisht pikërisht. Jo, vazhdon të kumgull në isha tjetër histori. Ndërkohë, fjalë për fjalë, nuk e njohin Kosovën, për mua kësë më prish punë. Unë vazhdoj thotë të bëj tregti, të bëj kjo s'është më interes. Dakor, do shohim çfarë do ndodh me sanksionet ndaj Vučićit dhe më pas do ta dëgjojmë edhe një herë kryeministrin. Por po vi tek pjesa kryesore. Nuk është më çështja që kryeministri Edi Rama vijon me PR-in e tij për të shkaktuar dhe për ta përfshirë veten në një mënyrë ose në një tjetër gati me pahir